Do të flasim për problemet e ekonomisë, tashmë që zgjedhjet mbaruan, fushata, premtimet, po çfarë lapaste, çfarë pritet që të ndodh në mandatin e 4, premtimet ekonomike, atë që i presin popullsinë shqiptare, por mbi gjitha edhe pensionistët. Për këtë do të flasim me zotin Kujtim Hoxha. Zoti Hoxha, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Sot jemi njohur me një lajm të ri që qarkullojnë në media për një taksë të re që duhet paguajnë personat fizik për ata që brenda një viti kalojnë 14 milion lekë të ardhurat. Si është kjo taksë? A është taksë e re apo është diçka e vjetër që futet në fuqi tani? Atëherë, në çdo vit ushtrimor, qeveria në planifikimin e buxhetit parashikon edhe procedura tatimore dhe detyrimet e subjekteve privat dhe të vetë punësuarve. Dhe sigurisht që është një luftë e vazhdueshme që bëjnë individet për të paguar sa më pak, ndërsa qeveria duke llogaritur ato për të plotësuar arkat dhe taksa nga më të ndryshme të cilat ndikojnë pastaj në ecurinë e bizneseve. Në vitin 2023 ka patur një probleme me ata që quhen profesionet lira, për të cilin vajtën deri në gjykatë kushtetuese dhe ajo taksa që ishte parashikuar për këto lloj profesioneve me vendim gjykatës së kushtetuese u zerua deri në vitin 2029. Në këtë mes, bizneset e tjera kanë detyrim për të paguar detyrimet tatimore mbi bazën e xhirove vjetore, domethënë nga aktiviteti, dhe kjo ka një logjik sepse qytetarë që kanë një xhiro mjaft të lartë, që është parashikuar nga ana e qeverisë mbi 140 milion lekë, do t'i nënshtrojnë taksës prej 23%. Sigurisht, këtu duhen të shikohen shumë faktorë, nuk është kaq e kollajshme të nxjerrësh një vendim qeverie e cila ndikon dhe ka pasoja për të ardhurat e qytetarëve në biznes, sepse ka aktivitete që në strukturën e tyre të atyre xhirove ka një kosto mjaft të lartë. Po supozojmë qytetar që kanë aktivitete në blerje të mallrave me akcizë, siç janë në pijet dhe me radhë cigaret, lokale të thjeshta, nuk po themi për lokale që bëjnë xhiro të mëdha. Ata në strukturën e kostos, pjesën më të madhe e zënë në pijet që kanë një kosto shumë të lartë, rrjedhimisht në pasqyrimin e të ardhurave të tyre, ata do t'i shtojnë krahas shitjes me pakicë të atyre mallrave që ata tregtojnë, do shtojnë edhe fitimin e tyre, por krahasimisht me xhiron ditore që bëjnë ata, fitimi do të mbetet shumë i ulët dhe do të ketë pasoja pastaj në xhiron e përgjithshme të aktivitetit. Sidoqoftë, kjo është një lajm jo i këndshëm për biznesin, sepse aktivitetet që e kalojnë këtë xhiro për shkaqe nga më të ndryshme, ata janë detyruar pa u futur fare këtyre analizave që fola unë, të paguajnë detyrimin në shtet. Për këto raste, po them raste, po janë profile këto të aktiviteteve, duhet të kije kujdes në futjen e kësaj iniciative, këtyre aktorëve të shtetëror, sepse me të drejtën mund të bëhet pyetja, ashtu sikur ushtrua dhe nga ju që në fillim, që pasi mbaruan zgjedhjet, çfarë presim neve si shqiptarë në aktivitetet tona ose në shtimin e të ardhurave, përmirësimin e jetës në këtë mes. Ju jeni zënj fort, me mbi gjitha dhe sidomos për gjitha kategoritë, po sidomos edhe për pensionistët. Tani ja po them këtë, po i filloj me radhë, me që doli në skem kjo xhiro e 140 milionëshe.
pikërisht kjo vërtet mund të nxirre dhe mund të nxirre në fillim të vitit, pra me mbylljen e vitit 2024, të parashikoj në buxhetin e shtetit që do të kishte një shtesë të tillë dhe ishte normale nëse do të futej në parlament dhe të mirëtoj një gjë e tillë. Gjë që s'është normale tash. Fakti që koincidon me mbarimin e zgjedhjeve vlen për të dëshiruar, sepse qeveria e ka patur si qëllim të vetin këtë, po nuk e realizoi që të mos kishte pasoja në votime. E njëjta gjë po idhemi në atë shtresin më të vojtur të popullsisë që janë pensionistët. Pensionistët sigurisht patën oferta nga të gjitha aktorët politik, ku kishte subjekte politik që premtonin në programin e tyre një pension duke filluar nga 200 euro siç ishte Partia Demokratike bashkë me aleatët e saj, 25 ashtu, po edhe grupimet tjera politike, të reja të themi, që ishin futur në konkurim për zgjedhjet e pushtetit qendror, por që si thua nuk gjetën mbështetje, sepse sido që tjetë, zgjedhjet që u bën, u manipuluan manipuluan, u blen këto gjëra të tjera, për të cilën ju takon forcave politike të ankohen edhe të gjenë të drejtën e tyre, duke bërë, si thua, edhe faktorit ndërkombëtar për t'ia bërë të njëjtur problemet e zgjedhjeve, po unë po them për pasojat e saj, sepse u vërtetua që këto 4 vjet nëse do të mos ketë zhvillime të tjera politike, do të qeverisën nga një parti e cila ka qeverisur për 12 vjet dhe s'ka rritur asnjëherë pensionet, ka bërë vetëm indeksime të pjesshme, të cilat kanë thelluar varfërinë e pensionistëve, sepse mbi të ardhurat e tyre krahasuar me shpenzimet, me çmimet, janë të papërballueshme. Pra, atë që pritet të ndodhë për çfarë? Ata e deklarovi, kryeministri tha që unë me pensionistët nuk merrem, dhe do të merrem si i tillë vetëm në vitet 2030, pra edhe fakti që në buxhetin e shtetit nuk janë të planifikuar indeksimet, s'ka në buxhet të planifikuar atë. Nëse do të ndodhë është tjetër gjë ajo, sepse qeveria në shtator të çdo viti bën bilancin e argjimit të buxhetit, nëse do të mbeten fonde të papërdorura në degë të tjera të ekonomisë, ka mundësinë, pra qeveria është i plot fuqishëm në kuptimin e administrimit të fondeve dhe të përdorimit tyre, por nëse do të ketë kujdes për të bërë indeksimin e pensioneve, ka mundësinë ta bëjë. Por duhet të themi për mendimin tim, duke shikuar temperamentin e kryeministit, duke shikuar atë që nuk shpalosin në një program në lidhje me pensionet veçanërisht, unë them që ai e ka shprehur idenë e tij, do të jap vetëm bonuse në periudha të caktuara, që të cilat janë si lëmosh nga ana e qeverisë për të her pas here për të mbajtur të ngrehur pensionistët, po jo për të zgjidhur problemin thelbësor, rritjen dhe indeksimin e pensioneve. Këta nuk mund ta bëjë kjo qeveri. Pra do kemi dy bonuse, pikë pyetje është indeksimi edhe rritje s'ka. S'ka rritje. Nuk ka rritje, por megjithatë duhet shikojmë një gjë që për mua është shumë e rëndësishme. Një sinjal jo i mirë për të cilën duhet të fliste qeveria, po e kalovi anash, është shprehja e më falni të Këshillit të Evropës dhe të faktorëve të tjerë ndërkombëtar, Bankës Botërore, për skemën e sigurimeve shoqërore. Nëse pretendohej më përpara që do të bëjë një skemë
e re e sigurimeve shoqërore, e cila ka filluar këtu e 1 vit më përpara. U diskutua shtator, tetor, vitin kaluar, u shty. Sot është hedhur në tavolinë nga Këshilli i Europës për të krijuar standarde nga ana e Shqipërisë në lidhje me kapitullin e 3. Kapitulli i 3 përmban pikërisht faktorët që ndikojnë në jetën ekonomike të një vendi. Aq më tepër ne si shqiptarë që pretendojmë të futemi në Europë. Çdo të thotë kjo për mua? Kapitulli i 3, i cili kish kaluar, si thua, nga diskutimi është rikthyer për shqyrtim Shqipërisë, sepse nuk plotëson standardet që kërkojnë Këshilli i Europës, aty ku ne pretendojmë të vëmë në 2027 ose 2030. Cilat janë këto? Në radhë të parë kërkon konkurshmërinë, të jenë konkurrent. Si thua, të gjitha ligjet që funksionojnë në Shqipëri krahasuar me vendet e tjera. Dhe për këtë i bëri thirrje qeverisë shqiptare që mosha e pensionit duhet patjetër të zgjatet. Dhe jo në një afat siç ishte parashikuar këtu e 12 vjet më përpara me ligjin 104/2014, por ajo që ishte parashikuar të realizohet në vitin 2056, qeverisë shqiptare i thanë duhet të ecësh me ritme më të shpejta. Këtë duhet të realizosh brenda vitit 2035. Pra, ose nuk do 36. kemi rritje pensionesh, do kemi dhe rritje të moshës. Rritje të moshës pensionit dhe të dinë të gjithë qytetarët, prandaj nuk u publikua kjo para votime, sepse ishte lajmi më i keq. Unë kam shprehur këtë, jo në mënyrë të hapur fare kështu, po i kam dhënë idenë që nuk do të ketë shqyrtim dhe nxjerrje të një ligji se është shumë i keq se sa ky që është sot. Dhe ligje qeveria mund të nxjerrë shumë, por ligje që të plotësojë interesat e qytetarëve në asnjë mënyrë nuk ka parashikuar. Pra, mund të nxjerrë një ligj për t'i shtyrë pensionet, ata që femra që sot dalin në moshën 61 vjet e 10 muaj, nuk do të shtyhen më nga 2 muaj çdo vit. Pra të themi që viti datëlindja e vitit 1964 që i përket të dilten në pension në vitin 2026, të mos shtyhet më me 2 muaj, po të kaloj 4 muaj bile dhe 5 muaj. Parashikohet në mënyrë që ajo diferencë e viteve nga 2036 në 2056 të vijë më herët. Dhe kjo do të thotë të paguajnë më pak, njerëzit ose të paguajnë më të vonuar. Kjo është ideja. Dhe të dy gjinit, si meshkujt edhe femrat, në vitet 2036 do të dalin në pension në moshën 67 vjet, sepse ideja është që Këshilli i Europës këtë rekomandim ose këtë diktatit e mund, këtë detyrë që i vjen qeverisë shqiptare, ka të bëjë me mbrojtjen edhe interesave të shtetëve të vet, sepse Italia që del 67 vjet, Danimarka që ka propozuar për 71 vjet të dalin në pension. Dhe vendet tjera që kishin më të ulët, si ishte Franca, e kishte 62, e shtyvi e bëri 64. Pra tendenca e përgjithshme e të gjithë vendeve të Europës është për të rritur moshën e pensionit, për të dalë në pension. Njëkohësisht, atje ka faktorë nga më të ndryshme në lidhje me përkeqësimin e skemës sigurime shoqërore. Skema e sigurimeve shoqërore do të jetë e tillë që gjithmonë më pak do plotësojë interesat e qytetarëve, sepse është një skemë e trashëguar pa buxhet. Ligjvënësi dhe qeveria, sidomos kjo aktuale e këtyre 12 vjet, mos themi 16 vjet, se inshallah vazhdon për mandatin e plot, asnjëherë nuk e ka shqyrtuar seriozisht problemin e pensioneve dhe ajo që është kryesore,
fenomenet që shfaqen në sigurimet shoqërore, ato që janë negative, ti marr parasysh dhe ti përmirësoj. Pra, ja kalan timonin e lirë të verë nga të doj. Vetëm me ramën të mos merren, pasaja me çdo gjë mund të bëjnë, vetëm me mua mos e merren. Kjo është shqetësuese edhe për faktin sepse jo vetëm për pensionistët, por në kapitullin e 3 është parashikuar dhe është vënë një nga seksionet e tjera ose ato si thua rekomandimet të cilat janë detyruese, se kur themi fjalën rekomandim mund t'i marrësh ose jo parasysh. Duhet që edhe në fushën e tatimeve, edhe në fushën e doganave, të merren masa për të mbrojtur, si thua, të vëshën atë pjesë të shoqërisë për të patur standardet që ka vendet e Europës. Për shembull, ka vende të Europës, të cilat me futjen në Europë, atë transferimin ose shitjen e mallrave të tyre, gjithmonë më pak bjen ato detyrimet, taksat në përgjithësi dhe të vëshëja. Dhe kjo do të ishte për qeverinë një detyrë shumë e madhe, sepse duhet gjej burimet e plotësimit të buxhetit, kur gjithmonë më tepër do të hiqen këto të vëshet, ose do të lihen jo në kuptimin për të hequr fare, po nga 15% ose 20% që kemi neve të vëshenë, e cila ka variuar edhe më shumë në periudha tjera, do të zbresë duke konkuruar këtë Këshilli i Europës të rritë konkurrueshmërinë, të jenë konkurrente, qoftë në tarifa doganore, qoftë në të vëshe. Pra do vesh në ato standarde. Nuk do të thotë që të futemi në Europë dhe Europa do na i bëj të gatshme neve këto gjëra, do na sjell më shumë sigurisht. Ne do na lindin ca të drejta të tjera për punësimin, ku mund jemi më të lirshëm në punësim. Po qoftë edhe në lëvizje. Por standardet duhet i krijojnë vetë me qeveritë që do të krijojnë shqiptarët vetë, duhet të krijojnë mundësi për të ruajtur interesat e shqiptarëve në këtë treg. Dhe ka mjaft qeveri të vendeve që janë në Europë që i kundërvihen edhe këtyre masave, sepse ndonjëherë ato tarifat doganore, tarifat tatimore, detyrimin, siç kemi detyrimin për shembull në NATO, kemi neve detyrim për të paguar 2% të ardhurës kombëtare, duhet ta paguash atë. Kështu janë edhe këto gjëra të tjera. Pavarësisht Shqipëria është një vend i vogël, por detyrimet ndaj Këshillit të Europës dhe faktorëve të tjerë ndërkombëtar janë konstante dhe barazite me numrin e punonjësve, domethënë me numrin e punonjësve njëkohësisht edhe me numrin e qytetarëve që ka një vend. Sa detyrime ka të përballojnë vetë, si thua. Të krijosh standarde ndryshme, të thuash që një shqiptar do të jetë i barabartë me një qytetar tjetër europian, pa përmendur ato shtetet që janë në përbërje të saj, të jenë konkurrues. Qoftë në të ardhura, qoftë në shpenzim. Mos i duket çudi njeriu që me këto standarde ne duam të vëmë atje, po sigurisht i lindë drejta dhe europianëve të vinë të punojnë këtu, të zënë vendet e punës, të punojnë dhe të mos i thot njeri gjep se vjen një të themi nga shtetet e tjera, një bulgar, një italian, një gjerman, që të vitë punoj këtu si shtetas i Europës, jo si shtetas gjerman. Pra, si që themi ndonjëherë neve. Jemi në Amerikë, pra janë vërtet ato 54-55 shtete, por thuhet në Amerikë. Pastaj në zhvend të Amerikës të tej, në filan vend të shtetin. Kështu duhet të themi neve. Ne duhet jemi shtetas europian. Pastaj banojmë në gadishullin ballkanik dhe quhemi shqiptar apo jo. Kjo varet pastaj nga
ajo që qeverit duhet të jenë shumë të maturuara, të mos mashtrohen me llafe të bukura, me pasaporta europiane dhe me gjëra tjera që nuk kanë lidhje fare me situatën e sotme. Sot qeveria duhet të japë përgjigje problemeve të tilla, sidomos në fushën e pensioneve. Do të jenë qytetarët shqiptarë jo vetëm të barabartë me rritjen e moshës, por edhe me standardin e përvetësimit ose të pagesës së një pensioni dinjitos që të jetë tamam i barabartë me italianit. Mes gjithë këtyre, duket se kemi një lajm të mirë. Për shembull, në datë 1 qershor sipas qeverisë hyn fuqi marrëveshja me Italinë. Ju çfarë mendimi keni për këtë, zoti Hoxha? Atëre unë sjell pa ashtu se nuk duhet ta sjell gjithmonë në gjithmonë të errët veprimtarinë e qeverisë, por në parim lidhja çdo ak marrëveshje me të gjithë vendet ku jetojnë shqiptarët për të njohur vjetësia e punës në parim është pozitive. Marrim rastin e Italisë, që është një nga dy vendet ku Shqipëria ka emigrantët, Italia dhe Greqia, këto janë. Pastaj edhe të tjerat kanë komunitet që jetojnë shqiptar, po që janë më pak se këto. Prandaj janë shumë të rëndësishme, sepse edhe atje ku ka pak shqiptar, qeveria shqiptare duhet t'i evidentojë, jo thjesht për t'u marrë votën edhe kur t'u duhet atyre, për t'i përdorur, por për t'i ndihmuar në atë që quhen detyrat e qeverisë, e kanë detyrat e saj për të mbrojtur interesat e qytetarëve të saj. Atëre, unë bëj pyetje vetëm kaq. A ju kujtohet juve, po të gjithë ata që do të na ndjekin në këtë deklaratë ose në këtë intervistë, që kur është nënshkruar marrëveshja? I kujtohet njeriu? Ja po ta them unë. I takon prillit të vitit 2024. Është nënshkruar nga të dy. Nga kryeministri i Shqipërisë dhe nga përfaqësuesi i Italisë. Kjo përbën problem të madh, sepse nuk mund të thuash pas një viti e ca që neve nënshkruan përfundimisht. Këto i ngjajnë një situate që unë po e kujtoj kur kemi patur marrëdhënie me kinezët. Kinezët kanë qenë të privuara nga lëvizja në përbot dhe ata kur kishin edhe marrëdhënie me shtetet tjera lëvizin me flamurin shqiptar. Por ne duke qenë vend marksist-leninist dhe me Miki Mao Zedongit edhe këtyre partive komuniste, thoshin kur kalonin avion nga Japonia ose nga Rusia në vend kundër dhe shkelin hapësirën ajrore. Thuaj, Kina bëri protestë të ashpër për të 350 era, ku diun nga këto. Domethënë një akt marrëveshje nënshkruhet vetëm një herë. E ka nënshkruar atëherë na ka gënjur? Apo e nënshkruavi sot dhe na ka gënjur edhe pa? Unë jam i sigurt për një gjë, për ta dëgjuar të gjithë ata që na ndjekin. Cila është kjo që duhet të vend duken? Sido që t'jenë nënshkrimi, qofti i pari, qofti i dyti, pavarësisht nga vlerat që them unë në përgjithësi që duhet të ruaj një akt marrëveshje, kjo për 70% të popullsisë që jetojnë jashtë vendit është e pazbatueshme, nuk gjen zbatim. Kush digjet nga kjo? Argumente, një po them argumente. Të gjithë ata shqiptarë që në dokumentat e tyre këtu në Shqipëri kanë korrigjime në datëlindje, në vendlindje, në mbiemrin, në të dhënat e tyre të vjetësisë në punë e kanë nul. Çfarë vërtetimi do t'i japë drejtoria e Institutit Sigurimeve Shoqërore, drejtoria qendrore, ose edhe drejtoritë e tjera rajonale, qytetarit që kërkojnë vjetësinë e punës dhe këto ata nuk i kanë standardizuar në mënyrë të tillë që të quhet si dokument. S'ka çfarë jep. Kështu s'ka çfarë përfiton ai qytetari shqiptar në rastet
ku 70% të dhenave janë atë me këto të meta. Marim edhe rastin tjetër. U bë një përpjekje dështuar, themun, ka dalë ligji numër 7 e 30 janarit të vitit 2025, e cila parashikonte njohjen e viteve të punës për të gjithë ata qytetarë që ju mungojnë të dhenat deri në mbylljen e kooperativave bujqësore, ndërmarrjeve bujqësore dhe ndërmarrjeve të tjera shtetërore. Po, që e kemi diskutuar dhe bashkë. Por që ndodhi, nëse qytetari me banim në kooperativë ka filluar punë që 14 vjetë, ky i thot do të njohë, po do t'i njohë që 18 vjetë e lartë. Po 4 vjetë, çfarë bëhet me ta? Si njihen. Po në ndërmarrjet shtetërore që fillonin punë që 15 vjetë, është neni 22 i kodit punës asaj kohe, që i lejohet të futen punë në moshën 15 vjetë, dhe edhe në moshën 16 vjetë, i lejohet të punon të 6 orë dhe 2 orë t'i plotëson të shteti, si i mitur. Atëre, çfarë zgjidhje është kjo? Kjo është diskriminim, sepse qytetarëve ju jep çfarë të dojnë. Po mirë, marrim para 93-shit, po qytetarët që kanë kontribute nga 1994 deri në 2011 dhe punojnë jashtë Shqipërisë, është periudha më e zezë e ruajtjes së dokumentacionit. Shqipërisë në sistemin e sigurimeve shoqërore i mungojnë 810.000 lispagesa të qytetarëve të cilët kanë paguar sigurime shoqërore dhe shteti nuk i ka, duke hedhur njëra tjetrës dy institucionet më të rëndësishme, siç është Instituti Sigurimeve Shoqërore dhe tatimet, i dërgojnë qytetarët sa në një qoshe në një qosh tjetër për të mbledhur dokumentat. Kur vetë kryeministri nëpërmjet hapjes e Albanias ka kërkuar dhe thotë që nga 1 maj i vitit 2023 dhe në vazhdim, ajo që ka qenë detyrim i qytetarit për të dorëzuar dokumentat, tani e tutje me futjen e Albania është detyra e administratës për t'i mbledhur këto dokumenta. Administrata është shtuar 55.000 qytetarë më shumë në administratën nga ata që kanë qenë në 2013. Si shpjegohet që nuk ka shërbim? Nuk shërbehet. Pra nga data 1 qershor do nisin problemet e shumta për marrëveshjen. Jo probleme, po them unë, nga ata që janë jashtë shtetit, vetëm 30% do gjejnë zgjidhje. Pjesa tjetër, ose do ta degenerojnë fare këtë punë, do ta braktisin atë vjetësinë e punës, o do të rikthehen këtu për ta kërkuar me gjyq. Rrugë tjetër me këtë nuk ka. Nga do që veni i shpjen njerëzit në përgjyqje. Është fatale që një qeveri nuk gjen dot rregulla për të standardizuar dokumentat e saj. Aq më tepër në shtet midis dy institucione. Duhet i shkrijnë fare këta, më po në kuptimin figurativ nga ana time, nëse varet në dorë time, duhet i këto dy institucione duhet i shkrijnë, duhet i reformojë. Janë hedhur 11.5 milion euro në Institutin e Sigurimeve Shoqërore për të hedhur këtë bazën e të dhënave nga 1 pari 94 dhe në vazhdim, periudha 1 pari 94 deri në 31/12 2011 nuk janë të hedhura. Ka mangësi të mëdha, ka mungesë lispageshës edhe nga probleme nga më të ndryshme. Atje nuk gjejnë zgjidhje. Ata që sot votojnë në Kuvendin Popullor, ish deputetët, nuk e gjejnë emrin ato, unë kam gjithë ato raste me deputet, po me ministër, vetën i gjyq, ministri punës, që ka qenë në kohën e Fatos Nanës, për etikun nuk po e përmend emrin, kush do mund ta nënkuptoj, dhe vetën i gjyq me ata që ka patur në varësi Institutin e Sigurimeve Shoqërore, nuk i zgjidhin probleme. Kryetar gjykatash dhe gjyqtar, prokuror, ti them edhe me emra, por nuk është etike, janë 3
nga gjykata e apelit të Durrësit. Ka nga prokuroria e përgjithshme njerëz që vinë vërdall për zgjidhjen e problemeve. Ka me titull profesor doktor, të cilët nuk gjenë veten e tyre në këtyre ju e përgjigje ndonjëri nga këta le të dalë, kur do t'i bëjnë këto që të kryejnë shërbimin? Se shërbimi kështu me akmarrëveshje me një letër thuhet që ka mbaruar, dhe ka bërë me të firmosin në asaj shkete. Ora, si do të implementohet kjo akmarrëveshje? A gjenë zbatim? A do plotësojnë interesat e qytetarëve? Ky është problemi. Dhe unë them që kështu si që janë dokumentat, ata nuk do bëjnë asnjë shërbim. Zoti Hoxha, Është unë të falenderoj shumë për bisedën dhe shpresoj që me ditët që do vinë dhe problemet që do dalin, ke mundësi që të komunikojmë sërish.